Unë ftesë speciale kënë pjukëm, bo ftesë speciale, dëshira kënë është për në arë me markit. Familjar dhe miqtë të shkollës. Ju ftoj të qëndroni një minutë heshtje për nder, kujtim dhe vepra të mësimdhënësit Fati Lëviçi. Nuk do ta kishim menduar kur se një ditë si kjo do të ngjidhemi të gjithë rreth emrit të Fati Lëviçiut. Jo vetëm për të festuar arritjet, sukseset apo momentet e gëzimit, siç ishim mësuar, por për t'i dhënë lam të mire në fundit, me nderim e respekt të thellë edhe me zemra të rënduara nga dhimbja, duke kujtuar figurën e tij të paharrueshme. Sot mungesa e tij është kaq e rëndë, sepse na mungon njeriu që dinte të sillte qetësi dhe dritë edhe në ditët më të zyrta. Fati ishte koleg i shkëlqyer, mësimdhënës parimor, njeri që me të vështrimet e profesionalizmin e tij i dha arsimit vlerë dhe dignitet. Ai ishte shembull, ishte gjithmonë i qetë, i duruar, i drejtë, njeri që e njihte mirë peshën e fjalës dhe rëndësinë e kulturës dhe edukimit personal. Lajmi për ndarjen e tij të papritur nga jeta ishte tronditje që askush nuk ishte i përgatitur ta përballonte. Sepse Fati ishte gjithmonë plot jetë, gjithmonë aktiv, gjithmonë i gatshëm të ndihmonte dhe të jepte më të mirën e tij. Prandaj sot në këtë ditë zije, dhembja bëhet edhe më e rëndë, sepse kur largohet një njeri si ai, nuk humbim vetëm një mësues apo koleg, por një mik, një njeri të rrallë siç ishte Fati. Në çdo orë mësimi, në çdo këshill të dhënë, në çdo bushqeshje të ndarë, Fati na la gjurmë që do të jetojmë përgjithmonë në kujtimin tonë. Vështrimi që ka lënë pas është i madh. Ai do të mungojë në korridorin e shkollës, në zërin e përditshëm të jetës sonë profesionale, në bisedat tona. Do t'ju mungojë nxënësve të tij, që do të vazhdojnë të përmendin me respekt dhe madh mësimdhënësin e tyre. Në emër të drejtorisë së shkollës, në emër të gjithë kolegëve dhe nxënësve, i shprehim kushtrime më të sinqerta familjes Lëviçieva. Në këto momente të vështira e keni për krajën tonë dhe dhembjen e ndalë së bashku. Kujtimi për Fatin do të jetojë gjatë, jo vetëm me fjalë, por edhe në vepra. Njerëzit si Fati nuk harrohen, ata bëhen pjesë të historisë sonë personale dhe kolektive. U pret në paqë dhe i letë i qoftë dhe jo. Faleminderit. Së pari, ju faleminderit për gjithçka. Që nga fillimi deri më tani që keni treguar ndaj
fatit. Edhe ata që nuk janë prezent besoj që ishte një turë jashtë nxënësisht do t'hym apo s'do t'hym. Unë të gjithë i respektoj. Megjithse kjo u vërtetu edhe me dje gjatë varimit që unë do t'a varros djali 27 vjeçar e do t'jem para jush këtu që t'i kam mi thonë ja 2 fjalë që gjithë këto gjurë mbrana këtij vitit që i paskalon atëherë po më bën të ndihem krenar në njërën anë. Anën tjetër, edhe pse do ta kem të vështirë ta pranoj, po ne masi jemi në fenë muslimane, na do t'ju mbështetemi Zotit me gjithë juve pranishmit këtu, që keni qenë për krahje, për një kohë shumë të shkurt, gjithë të gjurë ma e milon mbrapa. Çka kisha me veçu te fati, përveç buzëqeshjes, aktivitetit, harmonisë, shoqënisë, që gjatë përcjelljes fundit dje, të djeshme, që e kum pa, mos të flasim studentët, kolegët e tyre, të çfarë drejtimi që kanë qenë. Këta pse dhe kanë qenë profesionalizmin e tyre edukativ sportiv, inxhinieri, mekanike, do më thonë këto pjesë të shkollave që janë, aktivitetet e ndryshme që i kanë pas, po mendoj të klasave, grupeve dhe të sektorëve të ndryshme. Gjatë takimit, vetëm u prezentojshim, jam nga Macedonia me këtë filan drejtim, jam nga Kuksi me këtë drejtim, jam nga Gjilani me këtë drejtim, që mu asnjëherë nuk ka pas shku as mendja që do t'i takoj ata, e do të prezentohen vetë, e veçanta është që ai këto gjurmë që i paskalon, gjithë të merita që i paska pas, e i paska marrë nga ju, se ju jeni shembulli i atyre që vinë tri, unë ato nuk e mohoj asnjëherë. Çdo fillim që e ka pas ai, do të thonë, vazhdimisht afërsi të jashtëzakonshme unë kam pas. Unë fatin dile kam pas ditën, hanë e kam pas natën. Në çdo kohë përcjellja e tij e afërsia ka qenë një shembull që besoj që çdo prind nuk e di a kish mujt me pas aq afër edhe aq komunikativ me pozitivitetin e tij. Sa i përket çdo kthimi nga mësimi, na kemi edhe një aktivitet tjetër në shtëpi, që është konë kujdestar i pandarshëm i pjesës bizneset në shtëpi. Besoj që ai nuk e ka fshehur nga ju, se asnjëherë nuk e ka mohu me ato që jemi marrë. Na jemi marrë me blegtori, bletari, bujqësi, me gjitha ato, që asnjëherë nuk e mohoj, faleminderit Zotit, na ka pru gjendjen deri këtu ku jemi. Dhe kjo konë ajo që vazhdimisht pasi që u kthy atje, i kemi bërë bisedat me ju, asnjëherë nuk më kalon vetëm. Asnjëherë nuk më kalon vetëm, çdo herë, çdo kalim që e ka bërë këtu, mi ka përshkruar në shtëpi se atë çka qenë afër. Çka kisha mujt edhe diçka ma edhe po përfundoj që e kam di unë, masi që më ka ndodhur. Unë rastin e kom përjetu në momente në qastet fundit në durët e mija. Edhe aty e kom besu, edhe e kom pranu që është një e vërtet, që morë nuk do t'a kem asë njëherë. Pra, po me forcën e juj, me ju, shtu që shpjo shok, kena me pranu,
edhe kena mu përbal, si jemi përbal deri tash. Ju falenderit, te për diçka ma te për une nuk isha pas me shtu, nëse të kush nga shokë i ndonë dy lafe, do të isha i knaqër, nëse jo, falenderit shumë, unë jam Jashar Lyveceva, baba i të ndjerit, Fati Jashar Lyveceva, jam në qendrën diagnostike emergjente, ndoshta këtë prezentim u dashtavoj në fillim, po si do që tjetë, emocionet që i kam tani nga këto, edhe kjo ngjarje që më ka ndodhur, që sot jeni mbledhur të gjithë këtu, ta ndajmë bashkë këtë dhimbje, ju falenderit, jeni të mirë së ardhur për çdo që keni nevojë, edhe ne që do të kemi nevojë nga ju, eksperiencat e juja, u jam falenderos dhe mirënjohës shumë. Edhe njëherë, ngushëllime të gjithë, si familjarët tanë, gjithashtu, edhe të pranishëm. Drejtores, faleminderit për gjithë shka nga dita e parë, të gjithëve faleminderit. Faleminderit, shumë faleminderit, mos harroni që unë do t'ju kujtoj, në gjithë këto fjalë të drejtoreshës, unë do t'ju kujtoj. Faleminderit, Jara, po na i prezentu, po të tërë së më po harë, ata shosë komplet të kemi ne falenderit, shumë falenderit. Respekt për gjithë veçanë. Faleminderit shumë, faleminderit, gjithëve faleminderit, edhe ndjen mirë që u prezentu. Në këtë formë, nuk ishte ndoshta kone konkret me t'i vonë disa vite ose diçka për muaja, se na me ka shumicë jemi taku, jemi pa profesionalizmin akademik, që i bëjmë punë me në atë vendin ku shërbejmë, po si do që tjetë, faleminderit. Mirupafshim. Do të mundohem. Faleminderit shumë, profesorisht. Faleminderit shumë.